Dëshira e tij për të shkruar libra ka bërë që shkrimtari në Kosova, Femi Pireva, të botojë deri tani 12 libra. Në një intervistë për televizion Rozafa, ai tregon se ku bazon tematikat e librave të tij. Deri tash kam botuar 12 libra, prej tyre 6 romane, 3 përmbledhje me poezi për tritun, 3 përmbledhje me poezi për fëmijë dhe një libër i përket fatim nga profesioni juristit që ka të bëjë me analizat, studimet rreth procesit zgjedhor dhe legjislacionit në Kosovë. Romanet e mia të periudhës fundit kryesisht fokusohen në temat nga aktualiteti, nepotizmi, familjarizmi në administratë e institucioneve të shtetit, lidhur me korrupsionin në të gjitha institucionet dhe ka edhe një roman që është botuar dhe është prit mirë vitin e kaluar, Ura mbi Ibër, që paraqet konfliktin shqiptaro-serb dhe këtë problematikë jashtëzakonisht të madhe dhe të rëndë për Kosovën, që është një kontribut përmes letërsisë, artit rreth kësaj problematike dhe këtij konflikti në një farë mënyrë që po na stërgjatet deri sot. Por cila është ndjesia të shkruarit një libër për shkrimtarin Pireva? Do ta përmendja një fjalë të Fatos Kongolit, i cili thotë se për shkrimtarin dhe njeriu procesi i të shkruarit është një proces i rëndë, por megjithatë dashuria për artin, letërsinë është ajo që gjithmonë më freskon botim pas botimi dhe unë ndihem i përmbushur në fushën e letërsisë. Pireva pranon se teknologjia e ka larguar lexuesin nga libri. Ka teknologjia pak a shumë e ka bërë një farë zvetnimi, nëse mund të themi, ose largim të lexuesve nga libri, që mendoj se nuk është rrugë shumë e drejtë. Kjo kërkon pak një analizë më komplementare edhe prej studiosëve se ku gjendemi në këtë pikë në ballafaqim të kulturës, letërsisë, artit dhe epokës të digjitale. Po unë mendoj se mbi gjitha libri është si mundësi për lexuesit që të pasurojnë dijet e tyre, njohuritë e tyre, çfarëdo epokë që ne mund t'i përkasim dhe jetojmë. Femi Pireva ka lindur në Lupsh të Poshtëm në komunën e Podojevës dhe është një jurist me profesion.